Wow! Çfarë ekzibicioni keni bërë zonja, mirë se erdhët në radhë të parë në Albania's Got Talent. Jeni fantastike! Përveç se na sot një atmosferë të mrekullueshme, unë jam e bija e Edmondit, i cili është një ish korist. Dhe jam rritur në korin e operës dhe baletit, dhe kur shoh kore përpara meje, bashkësia e gjithë këtyre zërave të mrekullueshëm që keni, nuk e di, më keni dhuruar një performancë që emocionuese. Me hoqët pak mallin e nënave, gjithë këto nëna të mbledhura, të talentuara përpara nesh që na dhuruat këtë ëmbëlsi, këtë bukuri, këto këngë të bukura, të veshura bukur, unë ju falenderoj nga zemra, vërtet, dhe ju mirëpresim në raundin tjetër. Unë ju mirëpres. Për mua është një po e madhe. Unë do doja të dija diçka më shumë nga jeni, kush jeni, një emër. Çka don të dish Mërzizo? Yes! Unë dua të di se nga vini, a keni një emër si kor, sa ko keni që merreni, kështu, sa detajet vogla. Emër Kastro se shumë don të dish. Gjithmonë ke qenë kurreshtar. Unë jam po është lloji brezit ose lloji. Është natyra jote. Unë e di. Ne jemi kori grave Teuta nga Tetova. Jemi një gra i grupit Teuta, i cili meriton shumë respekt, të cilin e gëzojmë fatmirësisht. Nga se, të gjitha kemi një mosh të pensionuara, pak kemi të reja këtu, të cilat janë shumë të bukra, dhe vazhdojmë. Të gjitha jeni shumë të bukura, dhe ju kam përshtypjen që si pak gjys për pasion, gjys për i qef, apo gjys për të kaluar dhe pak kohën, mendoj që përfaqësoni shumë herë më shumë se sa dhe shumë institucione të cilat duhet bëjnë më shumë për të Bravo, Kastro! Për të mbledhur 16 gra të mrekullueshme. Çfarë kishit një nga një dhe të gjitha bashkë mua ma dhat? Faleminderit për emocionet. Faleminderit prej teje. Dhe faleminderit Elsa për vlerësimin shumë të lartë. Dhe ti je një yll për ne. Shumë faleminderit zonjë. Dhe ne zonjë. jemi shumë të gëzuara që jemi para një paneli kështu të bukur. Ju falenderojmë shumë. Ju duam. Edhe ne ju duam shumë. Ju duam. Dhe me zor po presim të na riktheheni. Faleminderit. Ja kam zili Elzës edhe Kastros që folën para meje. Jo, do ndalemi dhe këti se të kemi tonën. Faleminderit. Nuk di me fjalë ta përshkruaj magjin që e sollet sot tek ne. Sa do doja të më jepte Zoti fatin që t'jem një gjyshe si ju. Unë jam adhuruese e flakt e koreve dhe kur pash gjitha këto zonja duke kënduar aq bukur, duke u dukur aq bukur, duke na dhuruar aq emocion të fill me plus gjithë kësaj na vini nga Tetova, nuk di si mund ta shpreh falënderimin edhe respektin tim me fjalë. Vetëm thuaj se ju dua, kaq. Ju dua. Dhe mezi pres ju shoh prap. Për ndryshe Adelina, ne dyja kemi një diçka të përbashkët. Që është? Unë kam një Ulix që i ka afër 50 dhe ti ke një djalë Ulix. Kjo na bashkon. Unë nuk e di pse magjia e kësaj mbrëmje patjetër duhet marrë emrin tuaj. Na zbukuruat dhe jeshuat kaq shumë skenën, por edhe shfaqjen. Albania's Got Talent mori një tingëllim veçantë sot dhe natyrshëm di të them. Në momentin kur zonja tha se vim nga Tetova, bukuria është relative, por faktikisht skalitet tek njerëzit dhe nuk mund thuhet se bukuria është me mosh. Sepse jeta që keni kaluar, ajo çka bëni dhe promovoni, për mua është bukuri më e madhe se sa bukuria fizike. Unë di të them se mbi ju na treguat sot se sa e madhe është Shqipëria.
Faleminderit. Ju vetë jepni ditë për të mos qeshur. Shumë faleminderit që jesi sot në këtë mbrëmje. Faleminderit për te. Goni nuk të shkon të jesh shumë serios. Jemi bëja tëndën më mirë. Shumë kënaqësi, faleminderit. Faleminderit.